Sebastian, ti apo Flogerti? Kush e jep lajmin njerë, para se të bëjmë komentin? Marrë vesh qëndrimet tuaja. Sebastian, jep ti lajmin apo Flogerti? Po ja lej Flogert. Flogert, lexo pikalo. Sebastian, gazetar plus MCN, Marsit Gupi, avokat penalist, pedagog në Marin Barleti, ligj filozofi. Flogert, çfarë po ndodh? Ramsi 4 ka anulluar mbledhjen në Bruksel. Pak më vonë jemi parë që ka bërë një lidhje online, kështu lidhje me jo me Skype, se Skype ishte mbyllur po. Me platformën në Zoom. Me një platformë nuk ka rëndësi. Ka thënë gjë shumë çuditshme që nuk rezulton e vërtet, sepse s'ka qenë sot atje. Dhe këtu më duket se kemi kemi sinkronin e Ramsit. Po kemi sinkron çani. Të Ramsit duke folur ku? Në Euronews nga Skype, me video. Po, online. Me video call. Mbledhje e rëndësishme në Bruksel, ka qenë mbledhja e? Për zgjerimin. Për zgjerimin. Samiti zgjerimit. Zgjerimit, ku normalisht ishte kjo zonja Marta Kosa, apo jo? Komisionera për zgjerim. I cili ka bërë deklarat gjithashtu sot të niveleve të papara. Në i vend s'ka ujë dhe drita që qelbe dera mut, shofër deklarat e Marta Kosit hikën pet, po. Për të reguar që jetojmë dy realitete, po. Këtë që bën. Jepile do të gjejmë Ramsin njerë. I'm happy to say we are now joined. He could not be with us today for, well, things that happened in politics, last-minute situation, but he is with us now. It's the Prime Minister of Albania, Edi Rama. Here we go. Edi Rama, Prime Minister of Albania. Thank you very much for joining us. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Good evening, and sorry to not be able to be with you. It was not political last minute. It was a technical air problem that I had nothing to do with, but I couldn't take the plane. Well, we hope next time you're going to be able to join us here in person, and for today we thank you for joining us here online for this. Tani pyetja ime është e thjesht Flogert Muça, pse gënjen Ramsi Brukselin? Se ne këtu sa gënjen do se s'ka ishte xham, s'kishte as shija, as era asgjë. Nuk mund të hidhet dot në avion thot. Çfarë halli ka valla? Këtë duhet të dekretojmë sot, për të interesuar gjithë publiku që na shef. Unë nuk kam kontaktuar me Air Albanian për të parë nëse avioni që lëviz kryeministri ka patur një problem. Nuk di ta them. Las Gushi apo Migjeni, nuk e di me kë lëviz me një nga këto charterat e Air Albanias. Nëse kanë patur problem avioni kryeministrit është hesab tjetër pastaj. Ka drejt se mund të ketë patur një problem teknik avioni. Lëviz me Pa i theshin problemet e qiellit, të ajrit. Po pra. Nuk atë kuptohet që kishte probleme avioni problem. Domethënë, në qoftë se nuk është kjo që po them unë, që nuk është me sa duhet. Dhe dëgjojmë prapë po desha. Atëherë jo, po e kam parë, kemi parë gjithë. Po pra. Atëherë me shumë gjas i ka futur thjesht një justifikim për të kaluar radhën. Kaluar radhën thotë. Dhe për të mos i dhënë sqarimet më teshme dhe për të mos u zgjatur në këtë pikë. Ç'na ka fshehur Edi Rama sot? Jo, ai në fakt Ramsi 4. Që ka fshehur atyre, se neve s'na ka fshehur gjë. Po edhe ne na ka fshehur. Jo, po ne e dim. Po pra, kur them na ka fshehur, jo, ne dim që ai gënjeu. Po ç'na ka fshehur në kuptimin që pse s'ka ikur. Ne e dim që Edi Rama ose ngjarjet politike që kanë ndodhur nga data 31 deri më sot, e kanë bërë Edi Ramën që të ulet, të këshillohet, të mendoj, të lëviz e kështu me radhë. Është duke bërë këtë. Të ndihmoj. A ka pasur frikë Ramsi 4 të largohej sot nga Shqipëria se pare se ç'ndodhte në pallat, në obor? Ai ishte mbreti. Jo, nuk e besoj, por mbreti në momente vështira nuk i këndon sepse obortarët mund t'i bëjnë puç apo jo. Por nuk mendoj, por besoj që ai ishte jashtë. Pra, ai ishte nga Berlini në Paris, në për këto konferencat. Dakor, në për këto konferencat dhe... Në këto 4 ditë e fundi, po them. Jo pra, unë them që ai është duke menduar dhe duke hartuar një strategji, plan veprimi politik. Po pra, dhe më falë sekundë, dhe t'i bëj skip një mbledhje për cilën ai ka kaq vite që propagandon Europa. Po janë sa mite që tani më nuk kanë të ishin eksakt dhe si që the ti, Marta Kos, sa që Shqipëria ka bërë një... Ja, tani do mere me atë, po thash, do të kuptoj njerë... Një kapërcim tjerë zakonisht. Si pas me ai po ndërton një strategji politik. Si pas hipotezave dhe tua më shumë, se unë nuk them që ti ke lajme. Po s'kam lajmin, ose ta po ta... Jo, e kam llafin, nga kush kishte frikë e drama po t'i ikte sot? Çfarë do ndodhte po t'i kishte ikë sot në Bruksel? Ai kishte frikë nga koha. Ç'do të them?
Pra, ndoshta ai po ndërton një plan politik veprimi që koha nuk i premton shumë që ai të shkojë dhe ta humbasi atë në për Bruksel. Po çfarë do humbasi më burr? Nuk do të humbasi kobo, pra, ka mbledhur X bashkëpunëtor, ka patur X takime, po bën një plan veprimi politik dhe ai do të jetë i shpejt në atë, pra, është marrë vendim për Veliajin. Le ta nisim ta kontekstualizojmë. Nuk e dim tani. Edi Rama do e rinis procesin. Kemi dhe reagimin e Veliajit. Patjetër, do e nisi procesin e shkarkimit sërish pas vendimit kushtetuesës? Jo, ai kishte një reagim tjetër sot për Veliajin. Pra po, por vendimi kushtetuesës ishte pa u futur detaje. Do flasim për atë, po pa u futur detaje. E kam pyetjen e radhës sot të Veliajit. Pa u futur detaje, ti thua dosja e Veliaj 1 mund ta ketë penguar tikën në Bruksel? Zhvillimet politike që kanë ndodhur në Tiranë, duke nisur nga vendimi i gjykatës kushtetuese, unë mendoj se Edi Ramën e kanë vendosur në një pozitë që nuk e kishte pritur ndoshta, dhe po ndërton një... E kuptova, Flogert edhe njëherë, që të flasim cilë, kur jemi në kafe, që ti bien shkurt, që mos i lodhim njerëzit me fjalit të gjata. Ti mund ta bësh këtë gjë. Edi Rama, përveç dosjes Veliaj, ka pas ndonjë frikë tjetër që mund të ndodhte ndonjë gjë? Apo vetëm çështja e Veliaj që është shqetëson? Nuk e besoj. Ti thua jo. Nuk e besoj. Marsit Gupi, je dakord me Flogert edhe nëse jo, të lutem bjeri. Unë nuk jam dakord me mendimin e Flogert. Si që është Flogu. Me zgjë pres. Edhe Marsidi si nga që është nga juglindja e Shqipërisë, është aq i butë, se që edhe po ti thua bjeri njëri, prapë është i qetë. E pamundur, e ka të pamundur që të nervozohet. Jepi Marsidi. Etika është mbi të gjitha. Shiko, unë kam paradigmën time që kam thënë gjithmonë që në politik gjua i është dhënë politikanit për ta fshehur të vërtetën, ose gjua i është dhënë mendimit. Dhe ky është një nga rastet më të mira për ta ilustruar. Është një nga rastet më të mira për ta ilustruar. Mirë, po çfarë ndodh? Në mënyrën kur perceptohet mashtrimi ose për të mbuluar e vërteta, truri ka një lloj funksionimi bikameral me dy aparatet, me të dyja dhomat, pra, djathtën dhe të majtën. Dhe gjithmonë, kur është në trysni të madhe, të shumë ngjarjeve dhe evenimenteve kohore, e krijon precedentin e ri, ose si thua mashtrimin, mbi koncepte ngjashme me atë që po vuan. Dhe është pikërisht moti politik ose koha politike ajo që e shqetëson Ramën, jo moti ose koha politike e fluturimit. Pse? Sepse moti politik... Tu po themi një gjë? Jo, ti e kishe në kuptimin e kohës dhe të angazhimit, unë e kam kuptimin e pasojave të kohës. Komplet ndryshe. Jo, po këtë po them, unë thash që këtu kanë ndodhur gjëra për cilat ai nuk ka kohë për të humbur. Ja, prit një sekondë, dhe sa ti Marsit çfarë thua? Kurse unë them që ai pikërisht ka frikën e pasojave dhe do mundohet të shmang sa më shumë pasoja ose ndaloj, pra po mundohet të ndërtoj bigën për të shmangur sa më shumë pasoja. Pa ka shumë të gjithë thotë Flogerti, po ti e thua në fjalë tjera. Do të them fjalë tjera, po është logjika deri në fund do të tregoj kompletisht. Pse? Shikoj, po ta ndajmë në dy perspektiva, dakor, po pra, një. Ka sot dy rivalet politikë që janë, është Edi Rama dhe Sali Berisha. Cilat janë dy diferencat për ta bërë divulgative fare për ta kuptuar të gjithë. Për Sali Berishën flitet që nuk i lëshon bashkëpunëtorët. Pra nëse ka gjë që doktori vlerësohet në arenën politike, që bashkëpunëtorët e vet nuk i lëshon, qoftë duart të drejtësisë, dhe mbase kjo është edhe një nga arsyet e atyre elementeve të non gratas, pa minim demokracie ose të tjerë. Ndërkohë që për Ramën flitet që i lëshon. Çfarë ndodh në moment që ti ke lëshuar shumë nga bashkëpunëtorët e tu, sepse gjithmonë pushteti autoritar, Arjan, ka nevojë për sakrifica në mënyrë që të qëndrojë sa më gjatë. Dhe gjithmonë shumë entitete të tjera që mund të jenë entitete të jashtme, siç mund të jenë ndërkombëtarët, organizata të ndryshme jo qeveritare por që janë fuqishme, ose entitete ekonomike, në të njëjtën formë siç fuqizojnë dhe t'japin mbushtetje dhe suport, në të njëjtën anë krijojnë edhe garanci që fuqia jote është shumë e dobët në moment që ato reagojnë. Dhe si mund të jetë kjo? Të ngrenë ty vetë në piedestal, pa t'japin gjithë fuqinë, po të lejnë pa bashkëpunëtor. Pse? Sepse ti je lehtësisht i thermushëm. Në çdo kontekst, dhe kjo është ajo që e mundon sot Ramën. Duke krijuar ky perceptim që Rama i shet bashkëpunëtorët, sepse ka treguar koha, Arben Ahmetaj, Samir Tahiri, Ilir ky janë shumë tash. Ka shumë Ilir Meta që ishte si thua koalicion që sodhin pushtet. Pa u futën detaje se din tani këto. Drejtorish, kryetar degësh Partisë Socialiste, ata nuk diskutohet. Ministra, drejtor policie dhe shumë funksionarë të tjerë kanë nevojë për një kokë në mënyrë që ndodhi revolucioni brenda fuqisë tënde politike, se të gjithë ndjehen kërcënuar në një moment ose në një tjetër. Vendimi i dieshëm i gjykatës kushtetuese, në cilën u rrëzua kërkesa e shkarkimit që i bëri Rama Këshillit Bashkiak, po dhe dekreti i presidentit për zgjedhjet, dhe gjithashtu... Prit, mos u fut detaje, se te Veliaj do vemi pas pak. Më njerë pse sot Rama duhet gënjente, vlla? Sepse Erioti Liaj, po ta them pra... E ti thosh që çështjet e ajrit.
u rikthye në arenën Ti politike. thua që është e Velia e vetëm, nuk ka tjetër. Po dhe gjithë ky frustrim, pra gjithë ky revanç që pritet që të ketë një kohë ky revolucion, mund të jetë Veliaj dhe kjo është shqetëson dhe po mundohet të ndaloj sa më shumë hemoragjinë e brendshme që mund të ndodhi në partinë e tij. Këtë mod ka shqetësim. E kuptova. Sepse po u ngrit ka se sule do të më. E kuptova. Sebastian, për të vazhduar dhe ty të më japësh dhe ti një hipotezën tënde, përveç çështjes Veliaj që mendon dhe Flogert dhe edhe Marsiti. Një çështje e cila e ka bërë, e ka bllokuar atë, e ka lënë në tokë, pra se ka lënë të ngrihet në ajër për të shkuar në Bruksel sot. Që ishte bëhet fjalë për zgjerimin apo jo? Ka disa Prit. Mund të jetë dhe Balluku që mund ta trëm Ramën aktualisht, duke qenë se edhe Ballukun e morën të pandehur dhe një 5 drejtorët e saj të tjerë më duket i morën dhe ata të pandehur, drejtorën aktual të rrugëve etj. Mund të edhe pse nuk dim ndonjë gjë më shumë për Ballukun, sepse nuk dim akuza fare. Do të thënë dim akuza bëhet fjalë për atë thuaj Tonel Llogaras, po nuk dim ndonjë detaj më shumë. Nuk ka as masa as gjë, pra ndryshe me Ballukun historia. Qëndrimi i ministres kur... Jo, prit, nuk është çështja e Ballukut tani po të flas. Tani më intereson Rama, përveç çështjes Veliaj. Ka dhe çështja e Ballukut që e shqetëson? Aty do shkojmë. Kur u përcoll për mbanesën e fundit Fatosnano, ish kryeministri, qëndrimi i zonjës Balluku ishte me vërtet stoik. Po ta shihje gjatë gjithë kohës. Kur hyri që ishte vetëm? Kur hyri që ishte vetëm. Edhe qëndrimi ishte shumë stoik. Kishte një lloj qëndrimi sepse ishte Rama që erdhi i fundit, ishte Kurti, ishte Ali Ahmeti, ishin nga PS-ja dhe ishte edhe Balluku mande. Dhe kishte një qëndrim, gjitha fotot që pash faktikisht, një qëndrim stoik. Po gjithë stoik ishin aty, se mort ishte. Dakor, po kryeministri zgjaste dorën kështu, një zgjatej pak te andej. E para njerë unë besoj se ka trëmbur disi fakti i ndarjes nga jeta Fatosnanos. Në gjithë do vdesim, ka thënë. Zërbe. Po, e ka trëmbur. Prit sekond, e ka trëmbur të hypte në avion? Jo, e ka trëmbur njerë s'par, i ka ngjallur një... Ore, kur e ka parë që e ka përcjell për mbanesën e fundit. Ti thua i ka mbetur Ramsit, ka që ndjeshëm është, ha? Po është traumë. Do vdes edhe ai, sa do i pasur të bëhet, çfarë trashëgimie do lejnë, do e shajnë gjysma, s'do e duan fare, çfarë s'do i thonë. Se cili prej humanëve ka problem vdekjen kur e mendon më, dhe do ta shmagi. Ai ndërnesh Ramsi është më i miri vendosur, pra se thua është më i privilegjuari, sepse Ramsi prandaj do pushtetin kaq shumë për t'i larguar vdekjes në fakt. Të gjithë duan pushtetin, shumicën e Ramsit. Në nivelin e tyre. Për t'u larguar. Në nivelin e tyre, sepse çdo njeri ka atë pushtetin e vet. Edhe Fshesaxhiu për shembull. Sot rivaliteti e Fshesaxhin kush kap drejtorin drejtuesin e skuadrës Fshesaxhinve është i papar, Flogert ta kanë treguar. Çfarë intriga është bëhen në oborrin e Fshesaxhinve për të kapur brigadierin. Ti nuk e di, po unë kam bërë reportazh, po pra. Njerëzore. E thash se më kujtuan nga Sebastiani, pra, që në çdo nivel të humanëve, se thuash, rivaliteti dhe lufta për pushtet është aq e madhe, sa që është e pa imagjinueshme. Do të thënë, ne flasim sot për Ramsin, imagjino se në të gjitha, po themi, shkallët e shoqërisë, të piramidës, Ramsi është lart. Dhe zëm jetën që është, jo zëm, po jeta është kështu piramidave. Dhe në çdo shkallë dhe në fund fare, dhe Fshesaxhin të shkret, dhe këtu janë dëshmitarë vetë se kanë kaluar disa net me ta, ku isha gazetari që në shtue, kanë bërë reportazh, dhe rivaliteti, ambicia atyre për t'ia fut njëri tjetrit që për t'i bërë shefit të madh që të kapte kreun, të kapte brigadierin, i shtoi vetëm 100 lekë ose 200 lekë, një gjë e tillë. Po më shumë se lekët, ishte statusi. Pa ai nuk do ishte më njeriu që do fillonte të fshinte rrugët vet, ai do kishte disa Fshesaxhin t'i urdhronte. Është një perlë, është një... Unë nuk e haroj, kam vite që kam bërë të. Ati e kuptova në fakt. Dhe prandaj dhe ju sikoj të gjithë të shkretët, çdo njeri që do të ketë pushtet, se është orgazme pa parë. është libidonal pushteti, është çmenduri. Pushteti në të gjitha nivelet, po them. Epi i Gilgameshit, se ti e nisi me asir... Jo, mos me ikte Egli, jo një sekond se s'kemi kohë. Po pra. Prit, të lutem se e di që do t'i futesh, e di që do t'i futesh një dimension kulturor dhe të falenderoj. Por, përveç kësaj time si... Okej, pa atëherë për që në më... Ti thua, është Veliaj dhe Balluku, a vetëm Veliaj? Kë ka më shumë frikë Ramsi sot? Janë të dy. Janë të dy, thua ti. Një sekond atëherë. Dhe po i vjen radha. Atëherë një sekond. Shikoni, me se jo, më shdo shikojmë. Ledio, kemi sinkron tjetër të kjone? Jo. Nuk kemi sinkron tjetër? Jo, kemi vetëm një foto. Një foto të kujtë? Një imazh të Kos. Të Marta Kos? Po. Pa tjetër duhet të. Pa tjetër se është brenda kësaj, po. Shikoni se ka ruar tani kjo Marta Kos, e cila ka qenë në thelbë
Qa ka punuar për para kjo, para se të bëje një orë? Ka qenë notare. Nuk e di, a ka qenë kampione në nota, apo jo? Është slovene, ka qenë notare, dhe Ledio ka këtë versionin që është anglisht, dhe unë pres që në fakt Ledio... Shqipëria ka bërë një... E ke dhe shqip versionin, po duash, po tani bëzë Shqipëria ka bërë një progres të pa precedent. Ka rezultate jashtëzakonshme dhe është një të përkushtimit politik të Shqipërisë dhe aspiratës europiane, edhe shoqërisë për aspiratën europiane. Dhe Ramsi katët, që ato sipër se këtë e ka i thot, po, e bëm, thot, dhe do bëjmë gjithë shka që duhet për t'i ullur më në fund barabart rreth rrezës Bashkimit Evropian. Le të vazhdojmë të ecim përpara së bashku. Fita. Sebastian, me që e kishte di fjallën, vlla. Tema di marat shumë, e marat akustive, një sekundë, gjithë me thënë tema 2. E nuk është tema 2 kjo, është tema 1. Ha? është tema 1 se më ngatëron plak. Tema 1 kemi. Një sekundë, që në më fali sekundë sepse s'duhet ngatrojmë. Ja, këto janë budalliqe që bëjnë live të emisionin, nuk duhen bërë asnjëherë. Ku është e para, po? Jo. Kjo është tema 1, pra. Shpun nga tema 2. Tema 2 fishek zjarë. Unë ngatërove. Nuk merrem vesh, vlla. Duhet të jesh i qartë, ndryshë unë s'të kuptojmë se jam live, jam në rol tani këtë momentet. Kujton se unë jam në rol totalisht. Po të më zjesh nga roli, hop, unë shkëputem, të rëkoj ndjes. Ledio, më kupton apo jo, me ty e kam. Digjo, Hajde, futëm personazh, Arjen, s'ka problem. Bravo, Sebastian. Mund të më thuash, vlla, kjo Marta Kos, vlla, ti mendon që është mirë kur e ka bërë këtë gjë? E dyta, ka informacion nga njerëzit e BE-s që janë në Tiranë? Se çfarë vendi është ky? Apo ka arsye të tjera ekstra politike për cilat kjo flet kështu? Se s'duhet të flas më shumë tani. Ka informacionin më të detajuar të mundshëm. Po ç'është kjo deklarata atëherë? Mund të ma thuash? Po me një dorë të fërkon dhe në krahun tjetër komisionit të qëllon. Dhe po të shohësh Komisionin Evropian që nxorri progres raportin, ishte i gjithi të merrte me dacka. Kësaj Marta Kosi është diplomate, është komisionere për zgjerim. Njëta gjëra i thot edhe Serbis. Nuk ja thot në këtë lloj mënyre që keni bërë progres të madh, por keni bërë progres, por jeni aty afër. Kanë 30 vjetë që evropianët me atë kënaqësinë e tyre duan të na marrin në gjirin e tyre, por në krahun tjetër edhe s'na pranojnë se nxjerrin ato të vetat. Edhe kjo Republika e Piratëve me Ramën dhe Berishën në krye, që vjedhin çdo lloj gjëje që u del përpara, që mosha mesatare sot është 42-43 vjeç, që jemi kthyer nga një popull nomad për shkak të rinisë në një popull sedentar, vodhën rinin, vodhën 30 vjet, e shkatruan dhe sot ne do të hymë në BE. Thjesht çështja është me çfarë kostoje. Dhe kostoja është aq e madhe që ne do të hymë Bashkimin Evropian me 2 piratët më të mëdhenj që kemi pasur ndonjëherë në krye, Edi Rama dhe Sali Berishën. Po do të hymë BE, nuk është se s'do të hymë. Marta Kosi të përkëdhel. Vendimet i merr Këshilli, do t'i marr Këshilli në fund fare. Jepi disa para çekëve, ca para hungaresve. Cili Këshill? Se unë di që votojnë parlamentet për të pranuar një vend antar i Bashkimit Evropian. Po pra, po këshillet janë ato që do të marrin dhe pyetja e rëndësishme në këtë mes është do të hymë me drejt vetoja apo pa drejt vetoja. Domethënë ka disa gjë, Ti mendon që deri në 2030 Bashkimi Evropian do heqë të drejtën e vetos? Mund ta bëj. Nuk është çudi. Deri në 2030? Mund ta bëj. Mund ta bëj, nuk është çudi. Franca me Gjermaninë janë dakord, mund ta bëjnë. Po, nëse janë të tjerët s'e bin dot. Bashkimi Evropian ka thënë vetë ai Macrona. E mbajmë Macronin kur erdhi në Tiranë? Ramsi mendoi se po i bëj qe, po i bënte qefin, po i thoshte që tani ç'është kjo punë tani këto. Franca dhe Gjermania janë 2 vende më të mëdha, duhet të lutin tani ca vende tjera të vogla të Bashkimit Evropian të mbushin mendjen që ata të pranojnë kështu. Macron Allah, edhe pse është Macrona, e peça i tha. E dëgjova zonin kryeministër se ai tha kështu, po mendoj që në fakt atë vërtet është ndryshe. Nuk ka rëndësi sa të mëdhenj sa të vogla janë vendet brenda Bashkimit Evropian, tha. Është bërë pikërisht kështu që secili të ketë drejtën e vetos, pra secili të ketë drejtën e vet. Ndryshe nuk do ekzistonte Bashkimi Evropian, do ishin disa bashkime evropiane. Dakord, në rregull. Por për të krijuar një treg përbashkët, për krijuar një bursë përbashkët, për krijuar një sistem për disa gjëra përbashkët. Për disa gjëra të më të hiqet Bashkimi Evropian o do të hyjë në histori si entiteti i cili do të garojë me Amerikën dhe Kinën, ose do të bëhet një ishull turistik ku kinezët dhe amerikanët do të vinë, do të shohin ca antikitetet dhe do të kthehen prapë në vendet e tyre. Pyetje kam Flogert, Flogert do mbaroj, Marsit pyetje kam për ty. Sa më shkurt sepse për 6 minuta kemi një pauzë.
Nxjerrë edhe njëra të Marta Kosit, le dio. Kjo është komisionera për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Të lutem, Marsit, unë flas me diplomat, kolegë të kësaj, nuk janë komisioner, po janë kolegë të kësaj, në Bruxelles, janë më shumë francesë, atë gjuhë flasun më mirë. Ka dhe italianë pasere. Dhe në biseda midis nesh, si jemi me Flogerti, më thonë, është e pamundur, është e pamundur, thaj që Shqipëria po mundu ju 2010, po duhet të rregulloj këtë, dhe mes të para, dikush janë duhet të rregulloj. Cilat? Kanalet e urave të zeza, një sekundë, dëgjoj, ju kujtoni se unë e them nga mendja ime. Është totalisht e qëndrueshme dhe... E çudi e madhe se si shqiptarë, kur flitet për mutin, për shumë gjithmonë qeshin, është çudi e madhe. Edhe mua për shumë më vjen për qesh, mund të flas pafund. Po se e derdim lanë gjithë. Bravo. Pra që këtu qelbet era është çmenduri, të gjithë e dinë, janë dëshmitarë, tani që më shohin njerëz dhe thonë çani rrofshi e thes, se në fakt duket si gjë banale, po është kaq e thjeshtë. Më thënë, do të jesh vërtet. Tani nga Covidi shumë njerëz kanë shpëtuar se u ka ikur nuhatja dhe s'mbajnë mend asgjë, kupton? Po kjo është histori tjetër, Covidi i ka ca gjëra të mira. Po mungesa e ujit, ore nuk ka ujë në Tiranë valla. Ka më shumë depozita se ujë, Bravo. Mungesa e kanalizimeve, pra muti ka dalë sheshit. Po. Unë kam thënë, një ditë kjo qeveri askush nuk e rrezon, të rrezon vetëm muti. Po. Do e përmbyti muti, e kupton? Po. Habi e madhe, gjithë të huajt, thonë, si mu të bëhen kaj shumë ndërtime, mi që bëhen e parat e drogës dhe të gjitha këto, po si mu të bëhen kaj shumë ndërtime në një zonë kaj të vogël sa Tirana, tani është bërë dhe periferia mut kompletë, i kanë zënë gjithë kodrat, ndërkohë që nuk kanë parashikuar ku do kaloj muti, ku do jetë rruga e mutit. Sepse gjithë botën të ai, ne bëjmë një rrugën e mutit, rrugën e ujrave, të bardha zeza, dhe pra bëjmë një infrastrukturën. Që ka pa din Pris Sebastian, një sekond, e di. Ja një sekund. Dhe pastaj thot, bëjmë planin ku do të dërtojnë gjërat. Pra, nuk bëjnë një, nuk dërtojnë gjërat dhe pastaj të shohim ku do vej muti. Pra, kupton, rregullon njëherë mutin, më fal se bëra misionin mut sot, po s'kam çfarë bëj. Prandaj e mbaj këtë këtu në sfond. Më kupton, tani kolegët e kësaj ja thon kësaj vëlla. Kjo tani prap flet kështu publikisht. Atëherë unë them vëlla, si është puna, Marsit, se s'ka mundësi vëlla. Do të luhet parë madhe vëlla, është e pamundur ndryshe. Unë po nuk dua ta besoj. Ti ke totalisht të drejtë se do më thënë, nëse del njëri dhe thotë kjo është e bindur, se kjo e njeh situatën, e njeh realitetin dhe e thotë gjithë se ka bindje, unë ja dorëqen nga ky zanat vëlla. Shiko Çani, do të ma thuash këtë gjë? Po, në gjuhën e ligjërimit. Duhet notoj një herë në këto ujërat tona ajo. A le dio? Duhet të notoj një herë në ujërat tona ajo. Por nuk ka nevojë të notojmë se a thon njerëzit që ka këtu, le dio, dëgjoj, nuk ka arsye të vi asnjëri këtu. Notare pra. A të notoj, bravo le dio, shikoj mi iku tani. Po bravo, se ka qenë notare, po. Si vëmendshëm Ledjo. Marsit, të lutem vëlla. Unë nuk di që në BE, sado problemet këtë BE, nuk di që të ketë ndonjë vend që të mos ketë zgjitur problemin e mutit, pra të kanalizimeve të urave zeza, që do të thotë që bashkimin e mutit me urat e bardha, në rubinet vjen ujë me mut, pavarësisht se nuk duket, më kupton? Ju bëf mirë të gjithë ju që jeni atje, po do ta bëni një emision për të punë, kur shikoni deklaratën këtu, gjurnale do se ke shqip vëlla. E ke dhe shqip të lutem merren nxirë shqip sepse 90% e shqiptarëve nuk dinë anglisht pra. E ke shqip e ke në WhatsApp. Shmenduri vëlla, kur e pash thash s'ka mundësi vëlla. Atëre Marsit të lutem, mund të flasim hapur vëlla? Hapur fare. Shiko, u çmendëm nga kjo gjuhë e drujt vëlla, është hipokrit, është neveri kjo gjuhë e drujt vëlla. Diskutohet. Të lutem, mund të më thuash Marsit. Sa kushton kjo deklaratë? Shiko Çani në moment. Sa kushton të bësh deklaratë të tillë, mund të më thuash? Pyetën dhe sa merr. Do doja shumë. Dhe sa bordel të merr. Mund të ma thuash sa kushton kjo deklaratë? Doja shumë ta dija sepse Ore me mendjen tënde, hajde pa ta lëshojmë muhabetin. Sa kushton kjo deklaratë më zotri? Sa kushton ky pislik më por? Ma thua do 30 milionë euro. Në një vend me mut, si mund të bësh deklaratë të tillë? Më shumë se sa të rregullosh historinë e atij që the ti. Më shumë se sa të rregullosh historinë e kalareve të zeza. Apo jo? Je i madh Flogert. Ka dhe diçka, Çfarë? kur të gjithë e vejmë re diçka dhe nuk flasim për atë, tregon që jemi blerë shumë shtrejt. Jemi të gjithë në mut. Po. Të më thënë, jam unë më idioti këtu, jam i vetmi që nuk jam zhytur në mut atëherë. Kjo është gjë e mirë? Po se do ma thuash të gjë vëlla, se s'ka mundësi. Ore, nuk ju bën përshtypje më për mua. Ose pranimi. Ore, për mua ky është skandali i gjitha kohërave. Ose pranimi i mutit ka kosto të lartë dhe s'kam paguar ty, mua, tjerë që e vejmë re. Pra duhet paguhemi të gjithë që mos e vejmë re. Në këtë rast është paguar vetëm zonja Kos. Po të qëndrojmë premisës. Jo, nuk e thash atë. Abstragimin flas. Abstragim. Jo, Flogert, rradha jote. nuk paguhet zonja Kos,
Kush e gënjen, më burr? Si e gënjen që bëndaj ratë? Nuk gënjehet, zonja Kos. Po ç'a ndodh pra, më burr? Është shumë e thjeshtë, më. Tani edhe ju e dini këtë që do të them unë, por thjesht Ore, unë përmenda vetëm kanalet urave zeza, vlla. Po. Dhe ju urkojnë ndjes gjithë ju që jeni shpirtat të ndjeshëm, dhe nuk u dëroni dot fjalën kur e u thon troç. Po më vjen keq, po ka një moment që duhen të thënë gjërat, vlla. Mos i biem rreth rrotull. E dikush do ishte më e bukur. Po e di sa probleme ka ky vend, mo, nuk po të futat drogën, nuk futat trafiqet e drogës që bëhen, me parat që ndërtojnë, më fal. Të mona gjën më bazike. Pra, një vend që nuk arrin dot, më fal, Marsit, të kanalizoj ujrat e zeza, t'i ndajnë nga urat e bardha, valla, të shpërthejnë për gjithandej, të mos ketë ujë normal, jo ujë të pishëm, ujë normal. Mund të më thuash, si mund të jetë pjesë e një klubi të krishterë, po i që fjalën të krishterë, nuk ka rëndësi, si mund të jetë pjesë e këtij klubi, valla, që këtë problem e ka zgjidhur prej kohësh tashmë, prej vitesh të tëra këtë problem. Pra, ose jam çmendur unë, valla, ose mashtrimi është aq i madh që duan që na i hedhin për ta besuar, sa që ne do ta ndajmë të punë, Flogert. Nuk mund të, pra, sa të kemi mundësi të flasim, të kemi një foltore të flasim, do ta themi, valla. Ona mashtrojnë, valla, dhe ata e din shumë mirë që kjo zonë ndodhi, ose është kjo i thot Sebastiani, që Shqipëria do ju thot më Sebastiani. Me o pa mund thot do ju, nuk ka rëndësi. Ose i kanë thënë. Jo, unë them është e pamundur të hy me mut. Do të hy pa mut, po. Ose i kanë thënë, do thoshte Flogerti që është gjallë Pikiriku, nuk është mut. E kanë mashtruar. Dakor, po duan të bëjmë humor. Tani jam akoma në pjesën jo humoristike. Pastaj do flasim. Shumë e thjeshtë, shumë. Ma thuaj. Shqiptarët kishin zgjedhje 11 maj. Dhe votuan. Apo jo? Qartë. Tani, kjo zonja, ju flet atyre që kanë votuar, neve që kemi votuar, shqiptarëve. Ai kanë dhënë Ramës 83 mandate, më vlla. A mendojnë që është mirë për ta kështu? Keni bërë progres të jashtëzakonshëm, jeni shumë mirë, mor. Nuk themu pse i bëjnë qefi kjo Ramsi. Ti nesër mor në BE, mor burr, çak, po nuk po i thot nesër do hysh në BE, mor. Jo, më ka thënë, është vend data, kanë thënë disa herë ajo, vlla. 2027 mbyllën kapitull, 2030 në futesh. Po 2030. Sebastiani vlla është, më fal. Sebastiani që kemi ne këtu në 3-4 vete që kemi ne, Sebastiani ishte i bindur, ka thënë herë tjetër, që po Shqipëria do jetë pjesë e BE-s 2030. Se Sebastiani, unë, Marsidi dhe ti ndoshta themi dim një gjë. Për arsye dhe e themi, për arsye gjeopolitike apo pra ti thua për arsye se mos tu futet Rusia dhe Kina. Po. Ti thua BE-ja do fusin në gjirën e saj dhe një copë të madh muti. Bravo, përballë Gjakut dhe atij tjetrit zgjedhin atë tjetrin. Përballë Gjakut dhe mutit thua ti zgjedhin mutin. Patjetër. Se ndërkohë ti je i bindur që në fakt Shqipëria, sikur mos e futin në BE, do shkoj të kërkoj ndihmë te Putini. Vetëm se ka diçka. Ma fal. Paka shumë analizat ku mbështetet. Që Shqipëria që Ramsi 4 ka aq shumë fuqi, sa do ja shkeli syrin Putin, do i thotë ata më gënjen, hajde na merr ti. E kanë me faktorin shqiptar në Ballkan sipas meje. Pra shqiptarët në Ballkan janë një faktor pro-euroatlantik. Dhe më fal sekond. Ju duhet. Dhe më mirë ti fusim brenda se po si futëm këta do na shkaktojnë probleme. Jo, po ti janë dhe këta. Ta shkërdhata që han mut çdo ditë. Janë dhe këta. Do na shkaktojnë probleme. Ashtu jo. Dale, i sekond. Unë nuk jam absolutist thjesht. Nuk është absolutizëm kjo valla. Pra andaj nga lagja ime. Një popull që jeton nuk është evident ky gjë. Flogert, popull. Urdhë? Ai nga lagja ime, do të jam në Kodër. Ku e ke lagje? E kam në Selit, mbi Kristal. Do vim çik nesër bashkë atje? Po hajde më mirë se. Të vim çik, se unë ti e di që mua më ke aty, unë jam atje pothuajse një javë. Po se ti, po, hajde më. Qelben pusetat. Jo, tek ne jo. Ora Flogert, ke seriozisht ti? Po jo, pra tek ne jo, është Kodër ndoshta. A mirë, ndoshta është kjo e Kodrës. Nuk e di. Sa në fusha është nami apo? Nuk e di tani, e kupton se unë nuk paralëviz shumë, por që nuk është siç thua ti, nuk është siç thua ti. Që është dhe siç thua ti një pjesë, është dhe siç thua ti. Pra, ti je shumë absolutist. Ti thua ky vend është, ky qytet është. Ti do të thuash që jam pak një më e madhe. Që ndoshta po egzageroj. Ka shumë problem. Ti thua që po egzagerojmë ndoshta, jo se jam absolutist. Po egzagerojmë. Pra ti thua kam mut, po jo kaq shumë. Po. Dakor. Kuptojmë s'ka mazi kundër mutit, a? Dhe nuk jemi, domethënë, nuk jemi ai vendi ata njerëzit që mirë të na bëhet që ham vetëm që notojmë në atë që thua ti e më the tash. Jemi vend me 100 probleme, që vuajmë problemin e ujit, që është e tmerrshme, që vuajmë problemin e kanalizimeve, që është e tmerrshme, që të del një makinë mbeturinash përpara orare pa orar dhe të bllokon gjithë qytetin që është e tmerrshme, që këtu tek ne dhe kjo është shmenduri vetëm këtu ndodh. Që këtu më fal. Gjën më bazike, po. Në për markete janë probleme të pafundme, janë skandale të pafundme. Tu tek ne, në çdo orë të ditës, çdo
me nder marketi dyqani i vogël, furnizohet orare pa orare. Që do thot? Që do thot, çdo rrugë është e bllokuar sepse marketin mes në Francë ka një orar, kudo në Europë, ka një orar marketet dhe dyqanet kur furnizohen. Si e shpjegon që... E ngritë stekën e hallave shumë. Po mirë, o Floger. Kjo është luksi i madh. Që ka 12 vjet në pushtet Partia Socialiste. A pyet kërko llogarit për Dirama. Marrë të gjitha bashkitë. Nuk është ky debati, la Marta Kos është e gënjejtë të shkretën apo është e bindur më? Ajo ka ato më burr, ka raportet e veta. Ka ato si quhet, paper. Ka numrin e ligjeve që duhen përshtat dhe ka ecurin. Ne me përshtatjen e legjislacionit nuk jemi keq. Problemi është në zbatimin e legjislacionit evropian në Shqipëri. Kupton? Pra të bësh një ligj një lloj si në Francë, është një gjë. Ama të bësh kanalizime si në Francë, është gjë tjetër. Ajo thot për të parën. Tani dëgjoj, se në duhet ikim. Fjali vetëm. Mënyra se si është përhapur muti, duket sikur Edi Rama për ta dominuar totalisht qytetin e Shqipërisë ka bërë mutin sipër. A se bën dyshim ai është si për arti më vëlla? Patjetër, nuk diskutohet ai. Ai ka brenda pikturës vet atë. Është mirazh brenda realitetit. Mos duket më çudi që ka shumë njerëz që janë skato në këtë vend e ditë. Po. Skato e dish domethënë. Njerëz se duan të fekondojnë sipër dikujt, mos gaboj. Dhe që janë fansat e erës sport. Dgjoj, me qëra fjala, unë përmenda atore, sepse thash mora si shembull, sepse më duket gjëja më bazike që duhet ishte zgjidhur këtu e 20 vite përpara, më kupton? Ja tani filluan tani filluan tani të shajnë Ballkanin tani. Jo po mban erë një lloj Dubrovniku, jo po mban erë. Kush më? Këta janë ca hajvan. Nuk e di. Se kemi po na ndjekin kështu barbarisht. E di, po janë mashtruesa të gjithë. Okej. Janë mashtruesa. Nuk i ngjan as komunës më të fundit fare shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Pasi diskutohet. As komunës më të fundit fare në Kosovë, vëlla. I kam vizituar vetë të vende, i kam parë vetë vëlla standardin. Nuk ka luks, po janë të pastër, gjërat janë në vendin e vet. Çdo gjë kalon në kanalin e vet. Vetëm këtu përzihet erë ndyrë me gjithçka. Edhe në Peshkopi kalon kanalin e vet, në Burrel kalon kanalin e vet, në Puk kalon kanalin e vet. Patjetër më. Ka është një kryevepër. Se janë ato të Enverit që nuk janë prishur sepse nuk kanë ndërtime pa. Ky është problemi. Dakor? Tirana nuk është Shqipëria. Shqipëria ka qenë e pastër përpara dikur më dha. Shumë e pastër. Tani muti është burmullare, kupton? Ky është problemi. Pa fol pasaj për ushqimet e elmuara, zonja Kos që nuk i di këto gjëra. Që këtu njerëzit hanë një ushqim që nuk din çfarë hanë. Të dorës tret. Jo, janë dhe të pakontrolluara. Pa dorës tret, prodhime dorës tret. Me një vend ku policia është inkriminuar deri në fyt, deri në kupole, kupton, një tmerr. Me kancere që vinë vërdall. Ato po, me ministra, me kryebashkiak në burg, e me rrugë që u bie asfalti sa mbarojnë, e keni parë si bie asfalti vëlla? I dhënë miliona edhe bie asfalti. Me zgjedhje vjedhura, me patronazhist, domethënë, pa fol pasaj për rjetin e narkotrafikut, ë? Po me 12 milion turist, po me bujtina, po me njerëz të ndershëm që punojnë, po ka dhe ngjyra. Është dhe ajo. Problemi është që në BE, nëse nuk e rregulluar këto që thash unë, jam dakord more. Jam dakord. Janë dhe këto që thua. Unë ankohem gjithë. Janë dhe këto. Fal në derën e ja të bëj denoncim tjetër publik, të tmerrshëm. Te qendra shëndetësore në Selit. Se unë ti me bie çoj në shtet, në qendër shëndetësore. Kemi vetëm 20 minuta kohë. E thash është një fjali. Ktu është dera kryesore e qendrës shëndetësore, po ngjit për të mos thënë që ka zonë gjysmën e derës, janë koshat e plerave. Është e tmerrshme. Është e tmerrshme. Me kafshë të ngordhura brenda. Ose kjo. Pra, këtu spitali, në derë spitalit vatra infeksionit. Ja ata gjojnë ato të bashkisa çfarë janë ata, edhe ti zhdukin ti çojnë diku tjetër ato koshat e plerave. Ja, por patjetër, ka probleme pafund. E kupton? Siç ka dhe qendra shëndetësore, për shembull, është e mirë. Pse të mos e themi edhe këtë? Që është e mirë, e kompletuar dhe e mirë. Shqy që kemë flogertin. Po lëvizën koshat e plerave. Mos ishte flogerti këtu do mande era sot. Qendra shëndetësore është e mirë burr. Sot do plasë era keq sot, era fekat. Qendra shëndetësore është e mirë, pse të mos e themi? Është e mirë, nuk kanë bërë kiamen Selit. Okej. Është modeste, po është e mirë, ja, gupi e ka aty afër shtëpisë. Ora është 22:39 minuta. Ne me çuna do jemi edhe një gjysmore maksimumi këtu. Por do bëjmë një xhiro një në Dorelan Radio. Fillua ndërkohë. Po vjen, ke parasysh si ato tsunami në oqean, Marsit? Që vjen kështu hapet dallga, po vjen ai çdo ka ardhur. Por ku ti marri të gjithë. Të gjithë shplaj. Pyeta.
Kur të gjë këta tjera dhe për studio, ke pa çfarë neveria, që flasim për standarde europiane. Po gjithë sultani që thot, do bëjmë ID-n digjitale. Dhe unë që imaginoj atë të butit që njën dhe merë ID digjitale, shu ke pasish, thot shu, aeroporte, gjithandej. Vjen aty, merë patso dhe shok, me të gjithë ata, i të shanë ata, i merë të gjithë vrapë. Qeshi, po këtë mund të mbysi mutit, bla. E do thoni pasaj Çani me ka lemruar, si shu lemrova atërë në 2011, në thash, kujdes, është bërë virale e video, kujdes, hej nuk ikën më po erdi. Nuk ikën më. Edhe kjo e mutit. Nuk po e lën tikit. Po, në fakt, po e mben me zorë. Dhe kjo, dhe pas 10 vjetësh dhe, do dali kjo video, pra dhe të bërë virale, bla. Thonë, mora, si e dinte që na mbyti muti? Po dhe jemi, dhe thellë në mut në atere, rënd, fare. Unë u bëra gjithë tjetër sot, verse konfirmova në fakt, konfirmova shprejen që e lexova në fillim të emisionit, një shprehje që autori nuk dihet, autori i cilës nuk dihet, që është shkruar dhe është sot në Muzeun Britanik, për këtë e bëra të gjithën, në një plak kuneiforme asiriane. E kjo nuk është shakaq, po them, është e vërtet. Kushdo që mund të shkojë, që të shkon në Londër, mund të shkojë te Muzeu Britanik ta shohë. 2800 vjet para Krishtit. Toka po degradon sot, shkruaj në atë kohë. E ka shkruar. Toka po degradon sot. Rishfet dhe korrupsion përreth. Fëmijët nuk i binden më prindërve të tyre. Çdo njeri dëshiron të shkruaj. Pra, çdo njeri kërkon celular. Kërkon TikTok. Ke parasysh? Sot tani s'bën më libra, tani është rrjete sociale. Një libër, çdo njeri dëshiron të shkruajë një libër, edhe është e qartë se fundi i botës po afrohet me shpejtësi. Pra, në fakt, edhe kjo që bëra unë, do na mbuloj muti, por kjo do thotë që toka që do jetë fundi i botës, jo toka do vazhdoj të rrotullohet, me mut po do vazhdoj. Po normal. Le ti kujtojmë